Gjitha këto i kam gjyku, i kam ndjekë edhe gjithë sugjerimet e miqve. Të qofë se dashka ardita me mbyllë, më mirë mbyllë me nderë. Realisht, si burrat, kupto. Po më votoj këj qytet, kështu si që jam, veç me Berishën. Se kjo është një punë që është thë njerë kjo gotë. Nuk mund të komunikojmë dhe nuk është qështje karakteriale kjo. Kjo është qështje politike. Unë gjykoj që zoti Berisha nuk bën më për opozitën shqiptare, i bën dëm. Edhe mbaroj kjo punë, dhe i bën dëm jo se është non grata, e se kam përmend kur këtë punë, po i bën dëm sepse raporti me demokracinë e ka të shtrëmbër. Edhe mbaroj kjo punë, dhe raportin me shtetin një lloj si Edi Rama e ka të shtrëmbër. Dhe sa herë ka ardhur ka prodhuar një demokraci të sunguar, problemet mbyllen po me sherre, me dreqe, që nuk vlen më kjo, është një histori që për mua është mbyllë dhe këtë punë nuk e kam fillu sot. E kam fillu në 2021, qykur bën kongres, Berisha ishte aty, Lulbasha ishte aty, edhe ishim nivel të teatrit absurd. U humën zgjedhjet për herë dytë dhe ne të shi presim fitore. Kështu që gjykoj që kjo është punë e mbyllur me ato. Pata shpresë që do puqemi me këto tjerët. Nuk u bë, do vazhdoj rrugën vete, deri ku të shkoj, do të shikojmë. Do shta kjo lloj këmbgulje për të rujt sa ide, edhe një lloj moralin politik, do shta ka ardita që të vlerësot. Po në qofë se nuk vlerësot, së shfundi botës, largohë si burët me ide tuja, me kokën tënde dhe mbaroj. Kjo punë, Shqipëria ka dje me vajza të ri, sa dush da vazhdojnë këtë histori. Nuk është se e mbyllun si dash, po historia e disidencës, e luftës kundër autokracisë, luftës për ta emancipu politikën shqiptare, unë besoj që do vazhdoj me dekada, ne jemi fillim fare. Bëjë sap, ne jemi brezi, që fillum 90, brezi para lasë e kemi mbyll ne historinë. Që kjo punë nuk më qëtëso fare, kam gjyku që kjo është rruga më e mirë, më e vlepshme, më dietoze, në daqë për të nejtë në politikë, se në qofë se më votojnë, kanë aty. Të thash, me të gjithat e, kupto, jo agresivitetin, po me të gjithë dëshirën për të thënë vërtetën, edhe për të vazhdu luftën për të vërtetën. Në qofë se nuk votojnë, prapë unë do të vazhdoj si pas mënyrës time, po marrë një sinjal, të cilën duhet ta respektoj. Që dash me këtë situatë që sot ka ardita, ti të largohesh, mbaroj kjo punë. Po s'është një drame madhe kjo për Shqipërinë, as për demokracinë. S'është fare kjo. Ato e kanë dramë madhe që po largohesh, që s'duhet largohen kur, që ky për shembull që sot pushtet thot po s'ke shumë, nuk ju nuk hyni në Europë. A kupton që absurdi kanë mbret për hir të egos vet personale, edhe për një lloj rrëshqitje, me thënë drejtën. Se një njeri që mendon që pas që shumë shëmbet Shqipëria, s'ka më maldajti, vjosa nuk derdhet në det, toti këto janë që jemi kufit e maristu, me thënë drejtën, ose a i tjetëri thot, po su ktheva unë, po kush e bën këtë, unë e mund atë. Thot se është bajlozi me Gjergje Lezali, në ngreshti me 7 varre në trupa edhe mund Gjergje, atë bajlozi, jemi kufit e originës tonë, të një populli rural që me beson bi mitet, mi lavdin, bi kreshnikët, kur duhet besojmë i realitetin politikë. Ora këto burra kanë gjenë këtu. Janë ka 20 e sa vjetë, 30 vjetë në politikë. Ora qëfar në kanë bërë? Këtu duhet të kthejmë politikën kjo lloj realitet. Me ju atë zoti Shej, përveç jush dhe zoti Talibea që keni një eksperiencë administrative, unë shikoj që kjo opozita tjetër janë të që të gjithë qeflin pushteti, po ushtrus pushteti s'kanë qenë dhe dhe është një problem i madhe ardhja atyre në fuqi. Nuk e di, se mund të prodhoj një lloj populizmi, por gjithsesi unë mendoj që njerë, se me thënë teza bazë duhet jetë ky një realizëm politik. Ato e kanë për detyrë dhe duhet luftojnë për të ndryshuar pushtetin, për të kontribu edhe në reformimin, se nga njëherë nuk ndryshohen gjithë gjëra, por pretendimi që do a marrin këto të gjithë, unë besoj që sot për sot është i pambritshëm. Kështu që duhet bëhen gati dhe unë uroj që të kenë gjithë votat e mjaftueshme për të drejtu, po për drejtu si bashkë me tjerët.
Se ditën që ti do me drejtu vetëm, të regon që dhe ti vetë nuk je fort i drejtë, fort i rregull, fort i ndershëm, si që kjo, e dua unë vetë. Demokracia është arti i komunikimit, i negocimit, i kompromisit, si që kjo e dashke ti, po pse do më vetëm ti? Do me thënë kjo punë, ti imponosh vetëm ti, idetë tuja, po të tjerëve, ku janë? Do me thënë, që ky të regon që ti nuk e ke konceptin bazë demokracisë. Se demokracia përpara se me qenë një set ligjesh dhe institucionesh, është i gjendje mendore, është një psike shoqërore e gjitha, që ne e pranojmë që shumica, që këtu jemi shumica do marrë vendime dhe ne do t'i nështrojmë, që presupozon që nuk është e thënë që shumica ka gjithmonë të drejtë, prandaj janë vënë ca rregulla. Janë vënë ligjet, po janë vënë kushtetutat. Që ti mund të luash rol edhe duke qenë minorancë. Dhe duhet ta pranosh këtë rol që keti. Për shembull, unë nuk kam pretendimin që grupi jonë, djathtas për zhvillim, do marrë 50 deputet. Jo, ne duhet bëjmë një grup parlamentar. Por ditën që kemi grup parlamentar, do të ngrejmë zërin ku pqellet, do i mbrojmë gjithë idetë tona, do të bëjmë të gjithë luftën tonë, se na keni votuar. Na keni dhënë prestigj, dinjitet, edhe votë, edhe mbrojtje ligjore. Por nuk kam unë pretendimin që e marrim ne dhe drejtojmë ne Shqipërinë. Jo, ne do kontribojmë që Shqipëria drejtohet ndryshe. Në fakt, unë mbaj mend disa fjalim tuajat që kanë qenë me të vërtet pikante në parlament dhe kanë qenë fjalimet të cilat një majorancë duhet i merrte parasysh. Jeni mbështetur tek argumenti edhe qoftë edhe për ligjin për buxhetin, në qoftë në vajmend, opozita andej diqte karriget, këta ulurinin, i vetmi që hodhi një propozim, një alternativ në parlament ishit juve. Kur thatë neve mendojmë që të shtohet me 400 milion fondi pensioneve. 100 do t'i gjenë këtu, 100 këtu, 100 këtu. Pra, bët një opozit. Mirë po, shikoj, zoti Shehi, që është kaluar në Tallava ka shumë kjo fushatën. Do më thënë, e hapi mëngjesin me gallatin. Fjalimet e kryeministrit, pasaj vazhdojmë drejt me kryetarit opozitës, do më thënë, vetë shpallur, se... Vazhdojmë me Unikatilin. Kjo është... Këtë kanë ushqy pikërisht këto shefët e politikës, nga që s'kanë që rafrojnë me thënë drejt. Qëndrimi shumë i gjatë, vetë konsumi, provat që kanë bërë s'kanë qenë shumë suksesshme, atëherë çfarë bëjmë? Që ta evitojmë këtë punë, ne merrem me këtë punë. Do me thënë, ruajmë popularitetin politik, nuk ka nevojë as për ide, as për substancë. Ruajmë komunikimin, ruajmë imazhin, marrim to klikimet, se fatkeqësisht është çdo gjë madhe me klikime. I thash për mbrëm, po që për klikime, po dile nudo, do marrësh më shumë. Absolutisht, nga gjithë to tallavat që thoni ju, po. Ne gjykojmë që ka ardhur dita që ca gjëra nuk ka batuta, ka në gjithë botën. Po, është bërë gjithë botën. Po pra pas është bërë nga këto, Facebookut e këto, nga mënyra e re e komunikimit, e cila dhe do vetë konsumoj, po në politikë. Gjithmonë ka pas batuta, historie, humori, vlenë edhe për ato, kuptoni, se edhe politika ka aspektin e vetë, të humorit e të satirës. Deri groteskut nga i herë, por nuk mund të dominoj. Fundit do i përcjellim diçka që është substanca e politikës, sidomos për zgjedhjet. Çfarë ke si program? Dhe nuk po them për programe tash që të egzagerohemi, zbresim teknikalitete, gjëra që i dim vetëm ne, shiko sa bukur e kemi shkruar. Se njerë puna parë nuk e transmetojmë dot një sasi kaq madhe informacioni e para punës. E dyta, edhe në qoftë se ne e japim, një pjesë nuk e kupton dot. E dyta. E treta, shumica këtyre janë shifre hipotetike të pasbatueshme. E katra, duke pas kaq shumë programe, kakofoni, programe, çfarë mendon se ndryshon? Programi jonë për arsimin, po them. Ose po e lejmë tonin, ja po them, se 20 rjesha i kam vënë. Po programi i Berishës për arsimin nga programi e Dramës për arsimin. Po marrë këto që quhen polet e ndryshme.
në qofë se nuk janë i sajtë ma vesh lullet ballet. Pse? Po jo, po ka një logikë, sepse ti programin e bëm për ti pëlqy atit. Dhe një gjë që është e pëlqyshme si e ëmbëlsirat, që t'jenë pëlqyshme duhet sheqer, nuk ka ëmbëlsirë t'illur. Atëherë duhet sheqer dhe të gjithë ne i shohim tentohet për shku për këtë, ne do bëjmë këtë, do bëjmë atë, do ngrisim rrogët. Ky është programi për arsimin, po ti shikosh nga 2 palët. Në fakt kjo s'ka një diferencë madhe këtu për këtë punë. Po ke dëgjuar njërin që të thot një program, se kush është programi real për arsimin? Që unë them, që në qoftë se nuk investohet sot, mas 10 vjetëve, paka shumë s'do kemi marsim. Do me thënë, ti do bësh gati, të bësh një diçka që kërkon minimalisht një dekadë. Dhe do apranosh idenë që brenda kësaj dekade mund të kemë unë pushteti, po mund të kemë dhe i tjetëri, që është kundërshtari im që do vi. Po kjo është një linjë strategjike dhe çfarë do ndërtojmë brenda 10 vjetëve. Se një që quhet i arsimum të dali nga universitet, do ndërtojmë gjithë sistemin zinxhirmë, që nga shkolla fillore, bile dhe parashkollore, do sepse janë sisteme që durojnë me 40 vjet pastaj. Si thotit, çfarë premton ti që do bësh marsimin, qofse nuk do rishofim gjithë kurrikulat, në qofse s'do të bëjmë edhe një program strategjike, do rrinë akoma shkollat në përshatra, se këtu hargjohen parata që të rregullojmë shkollën e fshatit filane, a do puqen këto në zonës në disa qendra më të mëdha, kush është perspektiva e arsimit tonë? Do me thënë, kush do t'jenë kurrikulat e reja për t'i shërbyer profesioneve të reja në bazë 10 vjetëve mbrapa? Këtu janë tema që dhe Europa nuk i ka zgjidhur akoma. Do me thënë, prandaj desha me thënë, të gjithë këto, ashtu si i kanë shkrujt ato, i kemi shkrujt dhe ne, biles me thënë drejtë me që kam, i ki tuft në punë, si që aty përqarë që i kam punu, i shkrujmë dhe i qikë më mirë ne, me thënë drejtë. I shkrujmë se e shofë që mas i themi 2 fjalë, ne i marin ato të nesme, njëri për typin i bëjnë, po esenca është po e, dhe mund bëjt qefi, që na dëgjojnë edhe që ashtu. Po që më thëmë programit, që ne kemi identifiku 3-4 pika kryesore. Ky është mesazhi jonë. Çfarë do bëni për ekonominë dash? Unë i them, vendi ka nevojë të riindustrializohet. Do thoni, gjithë thonë të shi, turizmi e kjo, çfarë do me bë ky? Po këtë prapë them, se një vend mes Europës, që s'ka një minimum industrie, që ka ca pasuri të cilat mund t'i përpunoj, edhe mund zjerë një vlerë të shtuar në këtë punë. Do me thënë, ne hudhim, si me thënë, kamion, gjysmën asaj që më të hudhim, se hudhim gur, me gjithë hudhim mineral, se qojmë naftë bruto dhe blejmë naftë përpunume. Edhe nuk e përpunohemi do, përse dhe përpunohemi? Po edhe në Verogja e qisë një 3-4 lloj naftë, për traktore, për kamiona, nese bëgëmi do të me teknologjit që janë. Po nga që ka interesa grupe që i binë naftën, ka që ka interesa prodhusësh naftës që duan të shesin atje, bruto ka ngellë sistemi energjetik, a i ky sektori hidrokarbure. E njëjta gjë për mineral, njëjta gjë për ndërtimet. Po s'kemi fabrikët e qelit. Po ne po themi, talemat e agrobizneset. Po kalben në verilindje dhe në veri, më falë, në verilindje dhe në jug lindje, po kalben mollët, qershitnja, sepse nuk ka një minimum industrie. Dhe e dyta, po e ka aspektin industrializimit, që ka dhe sektor tjerë industria, industrit e reja, start-upet e reja, gjitha këto, por po them, po si më të bëhet një vend demokratike, vetëm me kamarierë, me barmen, me kuzhiner, si që e punë, po një vend ka nevojë për shtresë mesme. Ka nevojë për inxhinier, për teknolog, për komercialista, për ekonomist, të cilët i prodhon... Edhe Greqia që është vendi simboli turizmit, vetëm 20% të tavuar dhe të fuqisë punore vjen nga turizmi. Shiko të që, dhe këtë e themo, ky është një aksion i ri, mi po çfarë ke bërë ti si qeveri Rama, që besoj, ti ke thënë hotelet duan 6% të vëshë. Edhe gjithë sigurisht parata, edhe parata ato që janë gri qovë dhe ato të zeza. Ti shkojnë aty, edhe normal kjo punë. Ajo është një formë imobiliare që shitet, blehet. Hoteli s'ka nevojë për teknolog, as për krye-inxhinier. Edhe ato shkojnë gjithë atje. I ke shtu edhe 6% ti, që ta ketë qarë. Po hiqja këtyre, nërsa i që të bëjë industri, që të bëjë fabrika, i të pagu 20%. To t'je.
Edhe ai do, ta thash, komercialiste për të shit mallin, prodhimin. Ai do financier për t'i bërë kalkulimet, ai do inxhinier me drejtu procesin e prodhimit. Mi po këto e prodhojnë shtresën e mesme. Mi po shtresa e mesme garanton dhe demokracinë, prandaj unë i them, çfarë do bëjmë? Do bëjmë këtë. Sigurisht që duam bëjmë dhe gjëra tjera, duam ta mbyllim problem në pranave i herë mirë, po jo me formulën si thot ky jepi 20% të qërohet. Sire ti, unë jam me kostum, kam marrë me kostum, ti thu maj vetëm kollare. Po pësherë, këtë e merë ti, po shimër, kujt janë danë ti? Kemi identifiku 3-4 pika. Por gjithsesi ne jemi një fort shtet formuese, ne gjykojmë që do ndryshu kushtetuta Shqipëri, do ndryshu ligji zgjedhor, do ndryshu ligji për administratën lokale, që ka prodhu një mungesë demokracisë, që nga 2015 dhe se kam kuptu kur, pse hikën kolegët e mitë për dëshë atje nga reforma administrative, dhe ja dorëzun e dramës që ta bënte si reforma në Hollandë, se kjo është marrë, modeli holandes, për hirë ca NGO-ve që ishin atje.